Ky nuk është aq shumë një meditim apo pohim, por një teknikë e fuqishme për zmadhimin e dritës nga Robert Russell. Teknika e zmadhimit të dritës. Jezusi e provoi se ishte mediumi më i vërtet, më i qartë për dritën që bota ka njohur ndonjëherë. Ai ishte aq përsosur dhe agjent, sa që ai u bë drita dhe ishte në gjendje të thoshte unë jam drita e botës. Në të gjitha epokat, atëherë personat aq të vetëdijshëm për unitetin e tyre me Zotin, aq të sensibilizuar për praninë e Tij, aq vetmohues dhe aq të fortë në besim sa ishin në gjendje të krijonin komunikim të menjëhershëm me burimin e tyre dhe ta shfaqin atë për të parë gjithë botën. Ata ishin dhe janë më të përplasurit. Nëse e keni këtë fuqi, çmojeni atë. Ju nuk keni nevojë për ndihmë ose pajisje, por ka nga ne që ishim mësuar kaq shumë të mendojmë për zyrtarizimin dhe disiplinën e qasjes sonë ndaj asaj që dëshirojmë dhe asaj që ne njohim është mirë sa nuk kemi realizimin e plot të parë birnisë sonë. Ne hezitojmë të besojmë intuitës tonë dhe ta ndjejmë atë vetëm me punë dhe përpjekje mund të arrijmë qëllimin që kërkojmë. Stërviqja që vijon ka për qëllim të zmadhimit të dritës sonë, të natyrshme, derisa të bëhemi të vetëdijshëm për unitetin tonë me dritën e madhe. Përmes tij, ne mund të gjejmë mënyrën me të cilën mund të vendosim më së miri kontaktin që kërkojmë. Ne mund të zbulojmë se zgjasim një hap dhe shkurtojmë një tjetër, ndërsa familiarizohemi me procedurën. Ne mund të zbulojmë se të gjithë kemi përmbushur disa nga sugjerimet. Nuk ka ndonjë ritual me të cilin duhet të jetë i lidhur. Praktika që sjell rezultat është procedura e duhur dhe secili duhet ta përcaktojë atë vetë. Mistikët e të gjithë kohërave kanë zhvilluar dhe shfrytzuar praktika që relaksojnë trupin dhe eliminojnë tensionin psiqik. Procesi është i dyfisht. Relaksim i plot përfshin si trupin ashtu edhe mendjen. Tensioni psiqik është një term psikologjik që i referohet gjendjeve të tilla negative dhe dalluese mendore, si dhe emocionale, si shqetësim, ankthi, frika, xhelozia, inati dhe armiqësia. Tensioni psiqik është si një garë që kufizon energjinë me të cilën ne mbahemi gjallë. Ata që mësojnë ta kapërcejnë atë, zgjasin jetën e tyre në këtë aeroplan për shumë vite. Kur mendja është e relaksuar, trupi është në pushim dhe njeriu bëhet një dirigjent përmes të cilit drita shkëlqen. Hapi i parë në zmadhimin e dritës është relaksimi i trupit. Ka shumë qëndrime që ndihmojnë në këtë relaksim. Njëri është ulur në një karrige me kurrizin drejt dhe krahët mbështetur lehtë në kofshë, me pëllëmbët e duarve të ngritura lart. Tjetri është i shtrirë në një shtrat të fortë ose sipërfaqe tjetër, me krahët e mbështetur lirshëm nga anët e trupit dhe këmbët rreth 6 inç larg. Secili person duhet të gjejë pozicionin me të cilin është më komod. Hapi i dytë është të mendosh për trupin sikur peshon 1000 pound, ose më shumë dhe se mbështetet nga sipërfaqja mbi të cilën mbështetet. Ju nuk keni asnjë përgjegjësi për këtë mbështetje përveç se t'i dorëzoheni trupit tuaj. Tani, përkulni muskujt e trupit nga këmbët në qafë. Shtrydhni çdo muskuj sa më fort që të mundeni, ashtu sikur i bini ujë nga një peshqir banjoje. Lërini sikur po vinë pa ngjitur dhe trupi juaj po coptohet. Merrni frymë thellë midis përkuljes dhe nxirrni frymën ngadalë pa u munduar deri në frymën e fundit. Sigurohuni që mushkrit të jenë të zbrazura plotësisht. Tani rrokullisni kokën nga njëra anë në tjetrën, duke prekur fytyrën në shtrat çdo herë sikur mos jetë lidhur me trupin tuaj. 7 janë numrat kardinal që simbolizojnë përsosmërinë dhe na mbajnë. Thuaj sa herë që i përkulni bebet e syve, të mi janë sytë e përsosur të shpirtit dhe Zoti shet tani përmes tyre.
Përsëriteni këtë praktik me vëmendje specifike në fyt, gjuhë, rrjet, shpatulla, krah, duar, mushkëri, bark, kofsh, këmbë, gjunjë, që vjen gjithnjë më shumë në fokus ndërsa relaksoni trupin fizik. Ndjeni qetësinë dhe qetësinë që rrjedh nëpër çdo nerv, muskull, ind dhe organ, derisa të mos jeni më të vetëdijshëm për trupin tuaj. Derisa të mos ju bëj më pretendime, përsëriteni shumë herë paqja shëruese tani po rrjedh nëpër trupin tim, duke relaksuar, ripërthyer, ringjallur, ngrohur atë, duke më bërë mua plotësisht të plot, të mirë. Qëndroj qetë për një moment. Hapi tjetër është të pushoni mendjen. Ajo që ne po kërkojmë në këtë ushtrim është relaksimi i njeriut, trupit dhe mendjes totale. Tani mbajeni trupin tuaj në një gjendje të relaksuar dhe mendoni për mendjen tuaj. Tërë sferën mendore, si një pishqin të patrazuar. Dorëzojeni vullnetin tuaj njerëzor, vullnetin hynor. Përsëritni fjalët e vet. Jezusit, jo vullneti im, por i yti. Bëhu, vazhdo t'i përsërisni këto derisa vullneti njerëzor të mos jetë më aktiv tek ju. Tani tërhiqe mendjen nga të gjitha ata që kanë të bëjnë me botën e jashtme. Thuaj vetes, ai do të më mbajë në paqë të përsosur, mendja të cilit ka qëndruar te ti. Tërhiqni vëmendjen nga problemet tuaja, refuzoni për momentin të keni ndonjë shqetësim ose mendim rreth tyre, përsëritni fjalë dhe thënie të tilla si këto me veten tuaj, të qetë, qetësi, paqë, qetësi kaq gjatë fuqia jote më ka mbajtur, të sigurt se do të më çojë akoma. Aty ku ai do të më drejtoj, unë do ta ndjek. Unë do të shkoj me të gjatë gjithë rrugës. Tani le të shkoj dhe ja lë Zotit. Vazhdoni t'i thoni vetes, unë dhe baba im jemi një derisa të ndjeni qetësinë dhe qetësinë e shpirtit brenda jush. Merrni frymë me fjalë të tilla si këto. Më rrethon prania e ti, po pushoj në vendin e fshetë të më të lartit. Unë jam duke qëndruar në hijen e të plot fuqishmit. Hapi tjetër është të hyjmë në heshtjen e shpirtit për të kontaktuar praninë e Zotit. Ju do të mbyllni derën e shqisave dhe do të heshni të gjithë mendimet e ndacake. Dhe tani jeni në derën e cila ju çon në praninë e Zotit. Qëndroj qetë dhe dije se unë jam Zoti. Thuaj këto fjalë disa herë në heshtje dhe me ndjenjë të thellë. Thuaj ato derisa të ndjeni qetësinë dhe çdo atom të qenies suaj. Qëllimi i këtij hapi është t'ju ndihmoj të ndjeni praninë brenda jush dhe të bashkoheni me Zotin. Qëndroj qetë dhe dije se unë jam Zoti. Dije të vërtetën në këto fjalë, ndjeje, ju ju afroni pranisë së Zotit që është më afër se sa frymarrja dhe më afër se duart dhe këmbët. Tani shtrini krahët në anën tuaj dhe shikoni veten në një shtrat të rrethuar me një atmosferë ose rreth drite. Mendoni për këtë dritë si një rezatim të dritës së madhe me të cilën po krijoni kontakt. Keni 3 hyrje fizike për ta bërë këtë kontakt. Maja e kokës, këmbëve dhe majat e gishteve. Mendoni se të 3 si pushojnë kundër rrethit të dritës që ju rrethon. Merrni frymë thellë në qenjen tuaj. Ndjeni të depërtoj në çdo pushim të mendjes tuaj dhe në çdo pjesë të trupit tuaj. Në të ishte jeta dhe jeta ishte drita e njerëzve. Tani ndërsa thithni, vizualizoni dritën që derdhet në pjesën e sipërme të kokës. Shputat e këmbëve dhe majat e gishtrinjve. Frymarrja juaj fizike vazhdon automatikisht. Mos e ngatroni atë me ndërthurjen e trupit tuaj të lehtë. Tani vizualizoni aurën e dritës që pafund vjen drejt për drejt nga Zoti, si derdhje përmes qenjes tuaj dhe përqendrim në shpirt. Shpirti nuk është i vendosur në trup, por rreth trupit. Megjithatë, mund të mendoni për pikën e përqendrimit, si në rajonin e pleksusit diellor, qendra e parkut tuaj poshtë brinjëve. Është në këtë pikë që drita juaj shkrihet me dritën hyjnore. Hapi tjetër është të vishni forca të blinduara të dritës. Bëjeni këtë duke ndjekur aurën e dritës në mendimin tuaj. Ndërsa thithni dritën me vetdije, ktheni vëmendjen te pika pikërisht mbi kokën tuaj dhe thoni në heshtje se lejoni, unë jam drita e botës. Vizualizoni këtë dritë duke zbritur nga rrethi aurik dhe duke hyrë në trupin tuaj përmes pleksusit diellor.
qëndroni shumë të qetë gjatë këtyre ushtrimeve dhe ndjeni dritën e shpirtit që rrjedh nëpër ju, duke përshkruar tërë qenjen tuaj. Shihni veten të zhytur në një det me dritë të ndritshme që ndriçon tërë trupin tuaj. Tani ktheni mendimet tuaja në shputat e këmbëve tuaj dhe përsërisni procesin duke thënë se unë jam drita e botës. Bëni të njëjtën gjë me majat e gishtrinive. Mendjat e trupi juaj tani janë të ngarkuar me dritë dhe gjithë qenja juaj është e mbushur me paqë. Zoti është atje dhe ju jeni gati të ndjeni praninë e tij. Duhet të keni kujdes megjithatë të mos përpiqeni të vizualizoni praninë e tij. Thjesht kujto të gjithë gjërat që di për Zotin dhe thuaj siç bëri Jezus. Unë dhe babai jemi një. Pastaj përsëritni Psalmin 23 ose ndonjë nga shkrimet që ju japin një vetdije të gjallë për realitetin dhe afërsinë e tij. Vetdija juaj do të ngrihet deri në pikën në të cilën ju në të vërtetë mund të ndjeni praninë hyjnore. Hapi i fundit është që të mishrojnë praninë në vetdijen tuaj. Ju jo vetëm që duhet të shpresoni se kjo do të ndodhë, ju gjithashtu duhet të prisni që ajo të ndodhë. Pritja është besim në veprim. Dije që Zoti do të vijë në vetdijen tënde në këtë pikë, jo si një formë e prekshme, por si një gjendje shpirtërore. Ky është shpërblimi për përpjekjen tuaj. Në momentin që ju ndjeni praninë e Zotit, ai moment dëshira juaj është e përmbushur. Tani jeni në gjendje të thoni lutjet tuaja dhe të jepni trajtimin tuaj me siguri absolute të një përgjigjeje. Ju jeni të ndezur me mundësi hyjnore. Mendja juaj është e hapur ndaj fluksit të ideve shpirtërore. Bota jote është e mbushur me dritë. Drita që ndryshon çdo njeri tani është një flak në ty. Falenderoni Zotin para se të mbyllni meditimin tuaj për dritën që ai ju ka dhuruar juve dhe mbar njerëzimit. Për të kuptuar dritërimin dhe mrekullitë e dritës, duhet ta përjetoni ata. Kjo është një teknikë shumë e thjeshtë, të cilën çdo kush mund ta praktikojë. Kur të bëhemi drita, mund të ndajmë me të tjerët. Problemet në jetën tonë dhe të dashurve tanë nuk janë më përgjegjësia jonë, por e ti. Lutja në dritë është sigurimi një kanali përmes të cilit dëshira joni drejtohet Zotit dhe përmes të cilës fuqia e tij vjen për të përmbushur nevojën tonë. Unë do t'ju sugjeroja që këtë meditim ta dëgjoni 30 ditë radhasi, ose më shumë, ose gjithmonë kur ju të keni nevojë për dritën tuaj. Ju dua shumë. Shihemi në të mira dhe në suksese. Lejoni dritën tuaj të ndriçojë.